Jo besimtar e ke fjalën veç për ateistët apo për gjithë jo muslimanët? Për ju janë jo besimtar. Përgjigjem po ta kthej me pyetje. Ti nëse nuk e beson diçka, a quhesh besimtar tek ajo gjë? Nëse dikush nuk e beson Kur'anin, a mund t'i thuash besimtar? Pra se beson Kur'anin? Jo. Sa ai nuk e beson Kur'anin, si mund t'i thush besimtar tek që beson Kur'anin? Dikush që nuk e beson të Madhin Zot, a mund t'i thuash ti besimtar? Ai nuk e beson Zotin. Dikush që nuk e beson profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, a mund t'i thuash besimtar? Ai nuk e beson, nuk e pranon ai t'i thuash besimtar, sa ai se beson. Zoti na boft prej atyre që besojnë, adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Besojnë, pasojnë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Besojnë fjalët e Zotit gjithësisë që janë në Kur'an. Besojnë pra librin e fundit hyjnor që është Kur'ani, i cili është i pandryshuar, sepse ky besim është ai që ja mundëson njeriut lumturinë në këtë botë dhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër.